Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një tjetër video këtu te kanali im. Siç e shikoni, unë vendosa të provoj Belino me kremë me pistakjo. Kjo është shija më e re që ka dalë në treg dhe megjithatë unë nuk e kuptoj këtë marketingun që po bëhet, duke qenë se njerëzit në përgjithësi e pëlqejnë pistakjon dhe kremin e pistakjos, kanë filluar ta përdorin në çdo gjë. Okej, unë kam provuar baklava me pistakjo dhe është super e mirë. Kam provuar edhe ëmbëlsira të tjera me krem pistakjo dhe janë super të mira, po Belino me krem pistakjo nuk kishte lidhje fare me shijen e vërtetë të kremit të pistakjos. Ishte thjesht një krem super i shpifur me ngjyrë jeshile dhe pa asnjë shije, thjesht një gjë ëmbël. Mua në përgjithësi më pëlqejnë kruasanët e Belinos, por kjo ishte skandaloze dhe mendoj që është thjesht për marketing, duke qenë se pistakjo pëlqehet shumë nga njerëzit. Ju i keni provuar Belinot me krem pistakjo? Nëse po, a ju kanë pëlqyer apo jo? Më shkruani mendimin tuaj në komente dhe mos harroni të më bëni një like dhe subscribe për më shumë video të tjera nga unë. Dëgjohemi në një video tjetër. Bye!